Nesër në mesnat përfundon verifikimi 10 ditor publik në listën zgjedhore për zgjedhjet presidenciale për qytetarët nga vendi dhe diaspora. Deri më tani, përmes web faqes së Komisioni Shtetëror Zgjedhor, verifikim në listën zgjedhore kanë bërë 80.000 qytetar, ndërsa deri te komisioni përmes përfaqësive diplomatiko-konsulare janë parashtruar 2.747 kërkesa nga diaspora, nga të cilat 2.415 janë pranuar. Pjesa më e madhe e tyre janë shtetas të Maqedonisë, të cilët jetojnë ose janë me qëndrim në vendet evropiane. Shtetasit e Republikës së Maqedonisë, të cilët janë në punë të përkohshme ose me qëndrim jashtë vendit, mund përmes postës elektronike përmes përfaqësisë diplomatike konsullare deri te Komisioni Shtetëror Zgjedhor të parashtrojnë kërkesën për regjistrim, plotësim ose shlyerje të dhënave në certifikatat e ndryshme nga lista zgjedhore dhe ose të parashtrojnë kërkesën për votim për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Gjithashtu deri të premten në mesnat, kërkesat e zbatuara dhe paraqitjet përmes përfaqësive diplomatiko-konsullare, Ministria e Punëve të Jashtme duhet t'i dërgojë deri te Komisioni Shtetëror Zgjedhor menjëherë ose më vonë deri më 10 mars. Lista zgjedhore e partive politike duhet të dorëzohet deri më 12 mars. Komisioni Shtetëror Zgjedhor e përfundon listën zgjedhore më së voni deri më 12 mars. Zgjedhjet e pesta presidenciale në Maqedoni janë caktuar për më 13 prill. Fushata për zgjedhjet presidenciale fillon me 24 mars, 20 ditë para zgjedhjeve. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve më 27 prill në vend do të mbahen edhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare, për çka afatet zgjedhore Komisioni Shtetëror Zgjedhor do t'i komunikojë në ditët në vijim.